Ideja e Barcelonës është që të fitojë gjithë titujt e mundshëm, është garës për triplet, ashtu po deklarojnë edhe tifozët edhe trajneri, po a ka energji për me arrit këta? Normalisht që tani jemi edhe në kulmin e sezonit, ku lodhja fizike vrejt e shumica lojtarëve, duke pas parasysh që vetëm në muajin e fundit, nëse nuk gaboj, kanë luajt gati pothuajse çdo 3 ditë nga një ndeshje, edhe kryesisht kanë qenë ndeshje të forta, kështu që kanë luajtur një 11 që kryesisht e njëjtë startuese. Po besoj që me përgatitjen pikëpare fizike edhe me rindryshimin e mentalitetit fitues në cilin na ka sjell Hansi Flick, po besoj që do të jetë ajo kthesa historike e Barcelonës në cilin shumicën e sezonave të kaluara ndoshta edhe ka munguar edhe ka qenë shkaktor kryesor ndoshta i eliminimit të hershëm ose edhe në fazën e eliminimit direkt në Champions League. Duke qenë se vetëm një titull e fituam, pra Kupën e Mbretit, jemi rrugës 4 pikë përpara Realit të Madridit, pavarësisht se kemi disa ndeshje ndoshta më të thënë me kundërshtar pak më të fortë se Reali, se sa që i ka Reali. Unë mendoj që edhe Liga është në një farë forme e siguruar, pasi që edhe Reali Madridit kohëve të fundit, sidomos pas humbjes në Kupën e Mbretit në finale, ka qenë kështu e demoralizuar, ka një varg lëndimesh të lojtarët në mbrojtje dhe nuk mendoj që do të jetë problem. Nëse ecim tutje, që po besoj dhe kam besim të plot që do ecim tutje në Giuseppe Meazza, mendoj që pastaj ndeshjet e tjera të mbetura nuk do të jenë shumë problem. A besoni që ka ndikuar të zëm 120 minuta në finalen e Kupës Mbretit, një lojë shumë fizike, shumë dinamike, ndeshjen e parë, po ashtu në vikend ka ndeshje edhe pastaj ndeshja e kthimit, a mund të rikuperohen këta lojtarë të ri, sepse Barcelona varet prej lojtarëve të rinë në moshë, për dallim prej Interit, që ka më shumë lojtarë me përvojë. Po, sidomos lodhja vrejet, imagjinojnë edhe tek lojtari më i fortë fizik i Barcelonës, siç është Jules Koundé, i cili edhe u lëndua në ndeshjen me Interin. Shkaku që i zhvilloi mbi 100 ndeshje rresht, pra pas një ndërprerje nga lëndimet fizike, mund të shohim edhe tek pjesa e te Pedri, te De Jong, edhe tek vija mbrojtjes. Nuk e di tani është kjo roli kryesor i trajnerit të ekipit, që besoj Hansi Flick do t'i pushoj shumicën e lojtarëve kryesor gjatë ndeshjes së ardhshme me Valladolidin, dhe do të pushojnë, duhet të pushojnë në fakt, sepse siç e cilësoi edhe vetë trajneri, pra është finale para finales. Dhe mendoj që do të jetë orientim pak a shumë i tërë sezonit, se gjithaj sezoni mrekullueshëm me ato paraqitje fantastike, nuk besoj që do të zhgënjehemi me një ndeshje në fund. Po, me që je tifoz i futbollit, jo veç i Barcelonës, a ki parashikime për rezultatet të këtyre dy ndeshjeve? Parashikimet, them drejtën, është pak e vështirë që të bëhen, shkaku edhe se unë kam prit për shembull në ndeshjen Paris Arsenal që do të ketë më shumë gola, por që ndodhi anasjelltas me Barcelonën dhe Interin. Barcelona Inter do të jetë një përsi minimale, pra mendoj që më shumë se një gol e përsi nuk do të jetë e fituesit Barcelonës në këtë rast sipas meje. Ndërkaq në Arsenal PSG besoj që do të jetë rezultati 3+. 3+. Kush do fitoj nuk e di. Nuk kam ide, edhe pse Parisi... është në finale kundër Barcelonës? Mendoj që Parisi. Parisi. Dhe kampion? Kampion dihet, Barcelona. Dihet, a? Mendoj që do të luaj rol edhe përvoja, në këtë rast e Paris Saint-Germain, dhe shumica lojtarëve të tyre janë të pa përvojën e Champions League dhe në tituj të mëdhenj, kështu që do të jemi triumfues. Gëzim, rezultat minimal për Barcelonën, qysh i kiti parashikimet? Sipas menimit tem, do të thonë çështë që ka marrë, shpresoj që edhe besoj që Interi në finale, mirë, po do të jetë me 2 diferencë. 2-0 ose 3-1 rezultati. 2-0 ose 3-1. Gjithë ky sulm i Barcelonës s'do të mund të shënojnë fare. Se besoj. Të njoftë mbrojtjen italiane edhe aftësinë e zakët me përgatitur veç një ndeshje. Nuk e besoj që mundet me kalu Barcelona, po nuk për mua që ky rezultat. Tjetra ndeshje Arsenal Paris. Derisa te Paris Arsenal në ndeshjen e tjetër. Nuk e di, veç shpresoj që mos të shku Parisi në finale. I friksoni Parisit. Ma shumë se Arsenalit. Sepse për Parisit janë shumica lojtarë të ri, edhe po luajnë shumë se ekip edhe nuk po din njëri adin për kujna mbrojtje ose diçka. Ndërsa të Arsenalit ja bllokon Sakën, nëse bllokojnë Jamallin edhe Sakën besoj që kena me blloku, edhe